Ky emision mundësohet nga Podravka, The Bank dhe Mercom Company. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takohemi në një epizod tjetër të emisionit Peshku i Artë. Sot po e hap pra këtë emision në këtë vend kaq të bukur. Jemi tek porti Vauban i Antibes, ku ndryshe njihet edhe si porti i miliarderëve, pra vendi i miliarderëve, sepse këtu ka shumë jahte super luksoze, do të thotë super jahte, të cilat janë shumë të shtrenjta, por gjithashtu janë jahte të cilat vinë me helikopter, me pishin dhe me të gjitha pajisjet që i duan dikujt si në hotel. E ne kemi për të ndjekë shumë çka në këtë epizod, sepse do shijojmë përveç kësaj pamje të mrekullueshme, do shijojmë të gjithë qytetin dhe do shijojmë edhe ushqime shumë të mira këtu. Qëndrojmë me ne deri në fund të këtij emisioni sepse do kënaqemi shumë bashkë. Sot ndodhemi në Antibe, një nga perlat e rivierës franceze, një qytet që ndërthur në mënyrë të mrekullueshme historinë, artin dhe bukurinë e mesdheut. I vendosur mes Nicës dhe Kanës, Antibe prej shekujsh ka qenë një port i rëndësishëm, ndërsa sot është një nga destinacionet më të dashura për vizitorët nga e gjithë bota. Shëtitja në qytetin e vjetër të Antibe është një udhtim në kohë. Rrugicat e ngushta me kaldërm, ndërtesat me fasada plot ngjyra, sheshët e vogla dhe muret e lashta krijojnë një atmosferë autentike që ruan hijeshinë së kaluarës. Në çdo cep të qytetit ndjen tradita, kultura dhe ritmi i qetë i jetës mesdhetare. Shikues të dashur, çka e bën edhe më të veçantë Antibes këtë vend kaq të bukur janë edhe tregjet e ndryshme që i ka ky vend. Në këtë shititore kaq të bukur ku ka shumë kafene, që turistët dhe vendasit po shijojnë kafen e tyre në këtë ku kaq të bukur, është edhe tregu i second hand i cili bëhet çdo të shtunë këtu në Antibes. Ka bizhu të ndryshme, ka piktura, libra dhe gjithçka tjetër ku e jani me mua që të ndjekim dhe të shohim se çka mundemi të gjejmë. Do shta ndonjë thesar.
Shikues të dashur, jemi në Antibes dhe jemi tek një restorant perfekt. Kështu po i quaj sepse ambienti, por gjithashtu edhe ushqimi nga klientët që po i shoh, po duket fantastik, sepse ne do e provojmë vetëm pak më vonë, pasi që ta pyesim edhe menaxherin e këtij vendi të mrekullueshëm, më shumë rreth historisë së këtij restoranti nacional. Kështu e ka emrin në Antibes. Hello, sir. Hello. Thank you for this interview. You're welcome. Maybe you can tell us more about this restaurant. When was it opened and all the history behind it, the name, the design and all. The restaurant is open le 21 mars. C'est les nouveaux propriétaires qui ont repris le restaurant. Ils sont 4 au nombre. Ils ont voulu remoderniser l'affaire, qui est une institution d'Antibes depuis une dizaine d'années. Donc on a remodernisé le restaurant avec la décoration. Au niveau de la nourriture, c'est une trattoria italienne revisitée avec des produits frais. On est très très content du début, ça se passe super bien. Les gens sont très contents, on a beaucoup de monde. And can you tell us about the food? What's on the menu here? The food? Yes. Is the escalope milanaise, the best seller, and the pulp. The pulp is very very good. Les cuisiniers sont marocains italiens, ils ont beaucoup de talent. Et voilà, c'est nos plats phares du restaurant. Après, on fait de la salade, aussi des pizzas, beaucoup de pâtes. Voilà. So I think that you have many tourists that come here Yes, beaucoup, to visit beaucoup. the place and also the restaurant. Il y a énormément de touristes qui viennent manger et aussi qui viennent pour rentrer, pour visiter le restaurant, pour regarder la décoration, comme si c'était un musée. Why should the viewers of the TV show visit Antibes? The place. Ouais, the place. Yes. Yes, Antibes is a very good place. Hein. It's de petite ville fortifiée avec beaucoup de charme. Et les touristes adorent Antibes parce que c'est cosy, c'est familial, c'est... I think that you have many local ingredients. Local? Yes, here in Antibes. Yes. Can you tell us more about this? Because we want to know, do you use them in your restaurant and what do you think about the ingredients that are local? Ah, local. Les Antibois, ils viennent beaucoup au restaurant sur Antibes, ils aiment beaucoup, c'est pour ça qu'on ne doit pas se tromper sur l'accueil, sur la nourriture qu'on fait. C'est très très important parce que l'hiver, il y a un peu moins de touristes et on travaille beaucoup avec les locaux. Yes. The south of France in general is very good. It's beautiful. It's like paradise. But can you tell us which place should we visit next? Which place? After Antibes, Yes. where should we go next? After Antibes, moi, I like Cannes. Cannes is a very good place. And very good restaurant, and palace, and beach. Moi, j'ai travaillé 13 ans à Cannes avant de venir sur Antibes et je trouve que Cannes est une très très bonne ville aussi pour les touristes. Pour voir, And what's the most ordered plate here? Food. Food Yes. in Antibes. Yes. The Mamo is a good restaurant and Joule. Et après, on a des restaurants étoilés comme le Figuier du Saint-Esprit. Il y a le Bacon au Cap d'Antibes aussi avec un super spot. Et il y en a vraiment beaucoup. Je peux vous en citer beaucoup quand même. And what would you suggest people that come here, maybe from Albania, Kosovo, to eat? Yes. Which food would you suggest at this restaurant, Nacional? Which food? Yes. Which plate? The pulp is very nice and escalope milanaise. Vraiment, the best seller food. Merci beaucoup, De rien. Monsignor Axel. De rien, It madame. was a pleasure. Thank you. E shikues të dashur, kjo ishte edhe intervista dhe disa detaje të cilat na tregoi edhe zotëri Axel Pronari, menaxheri i këtij restoranti këtu në Antibes, dhe të kënaqësi shumë e madhe dhe tani po ju lëm edhe me pamjet edhe me disa ushqime për të shishme këtu.
Merci. Accompagné pomodoro. Thank you. E shkues dashur, do e shijojmë edhe ushqimin këtu te Nacional. Po e marr dhe po filloj. Po duket shumë e shishme. Kjo është pra një prej pjatave cilat e kanë këtu, e cila është shumë e famshme dhe gjithashtu turistët e kërkojnë shumë. Shumë i mirë. Po e shoqëroj me pastan, por që marrë kështu. E mrekullueshme. Po ju tregoj që kur do të vini në Antibes, duhet patjetër të vini te ky restoran. Po vazhdoj ta përfundoj pjatën edhe qëndroj me mua sepse kemi ende shumë gjëra tjera që të shohim bashkë. Me Starcard mund t'i menaxhosh shpenzimet me më shumë fleksibilitet, të paguash në mënyrë të sigurt kudo që ndodhesh dhe kur ke nevojë, t'i ndash pagesat në këste. Kjo të jep më shumë qetësi për të fokusuar te përvojat dhe jo te shqetësimet financiare. Shikues të dashur, një prej atraksioneve tjera të cilat mund t'i bëni këtu në Antibe, në këtë vend kaq të mrekullueshëm, janë edhe këto rrugicat e ngushta të cilat janë përplot me kafene dhe me dyqane të ndryshme që mund të gjeni gjithçka që juve ju nevojitet. Është një vend shumë i bukur, kështu që qëndroni me ne sepse do e vizitojmë dhe do shohim gjithçka tjetër. Antibe është i njohur edhe për portin e tij, ku jahtet moderne ndajnë të njëjtën hapësirë me varkat tradicionale të peshkimit. Kontrasti mes luksit dhe traditës është një nga elementet që e bën këtë qytet kaq të veçantë. E shikues të dashur, ky port pra tregon pjesën më luksoze të këtij vendi të Antibes, ku mund të shihoni darka Buzetit, të shihoni plazhet e bukura që i ka përreth, por gjithashtu edhe pamjen e mrekullueshme të jahteve. Qëndroni me ne edhe vazhdojmë të shohim më shumë vendin.
Përgjatë Bregdetit, shtrihen plazhe të bukura me ujëra të kthjellta, ideale për të shijuar diellin dhe detin e kaltër të Rivierës. Qytet ka qenë gjithmonë një burim frymëzimi për artistët. Pikërisht këtu punoi edhe Pablo Picasso, i cili la pas një trashëgimi të çmuar artistike që vazhdon të tërheqë adhurues të artit nga gjithë bota. Shikues të dashur, tani jemi tek Muzeu Picasso këtu në Antibes. Kjo kala mesjetare Buzë mes Dheut, ku Picasso jetoi dhe krijoi art në vitin 1946. Drita, ngjyrat dhe atmosfera e këtij vendi e Antibes e inspiruan shumë art, saqë ai la shumë disa prej veprave të tij në këtë vend këtu që tashmë është muze. Historia, arti dhe pamja spektakolare mbi det e bën këtë vend shumë të veçantë dhe gjithashtu edhe një vend të artit dhe të inspirimit. Kështu që janë me mua të hyjmë bashkë dhe të shohim se cilat piktura të Pablo Picassos janë këtu. Peugeot, një markë që prej dekadash është pjesë e identitetit automobilistik francez. Jo rastësisht, Peugeot është një nga veturat më të përdorura në Francë. Falë besueshmërisë, teknologjisë dhe komoditetit që ofron. Por Antibe nuk është vetëm histori dhe kulturë. Ai është edhe aroma e tregjeve tradicionale, shija e kuzhinës mesdhetare, kafet buzdetit dhe perëndimet spektakolare që ngjyrosin horizontin. Çdo moment i kaluar këtu të fton të ndalesh, të vëzhgosh dhe të shijosh atmosferën unike që e karakterizon këtë qytet. Histori që fshihen pas mureve të tij shekullore dhe gjithçka që e bën këtë qytet një nga destinacionet më magjepsëse të Rivierës franceze.
E tash është koha për recetën e episodit të sotëm. Ne do lidhemi me Davin dhe ai do na tregojë më shumë rreth recetës dhe çka ka me përgatit ai sot. Receta tjetër që kemi për sot është oktapodi, që shoqërohet me salcë patlıgjani të tymosur edhe me salcë kikiriku dhe sallatë e pjekur në zgar. Vazhdojmë me pjekjen e oktapodit. Kjo është salca me patlıgjani të tymosur. Kjo është gati. Kjo është salca kikirikut. Është një kombinim perfekt në salcën e patlıgjanit. Vazhdojmë me montimin e pjatës fillimisht me puren e patlıgjanit të tymosur. I hedhim kremin e kikirikut për sipër. E gjëja e fundit që do shtojmë është sallata e pjekur. Dhe për dekor, salcë me majonezë të freskët dhe chimichurri. Pjata është gati për servirje. Thash pak më herët që Antibes njihet për këto rrugicat e ngushta që i ka shumë të bukura, e unë jam këtu në një nga ato rrugica e cila quhet Komun Libre du Safanie, cila është një fshat brenda qytetit. Veç mundeni me pa se sa bukur është këto, vetë ecësh në për këto rrugica.
Në Antibes, Gelateria del Porto është pra i ka kulloret më të mirat në herë që i kam provu. Edhe i ka shumë të veçanta sepse i ka në formë të trëndafilit. E kjo kullore kushtoj veç 5 euro, kështu që nuk është as pak shtrejt, sidomos për servimin që po e bojnë këto. Së dashur, vetëm pak minuta larg qytetit të vjetër të Antibes, keni plazhe të mrekullueshme në të cilat mund të shkoni në këmbë. Këtu përballë meje është plazhi du Pontel dhe pak minuta afër tij është plazhi de la Salis. To pra arrijen në këmbë nga qyteti i vjetër i Antibes dhe ka plazhe të ndryshme tjera të cilat janë shumë afër ku mund t'i vizitoni me veturë apo edhe në këmbë sipas dëshirës tuaj. E nëse vini në Antibes, pa tjetër që duhet t'i vizitoni këto plazhe të mrekullueshme. Shikues të dashur, Antibes pas ka qenë me të vërtet një magnet për të gjithë artistët e kohës, si Picasso, Victor Hugo e shumë të tjerë. Këtu jemi tek parku i poetëve, ku përreth meje ka shumë shkrime, poezi të poetëve, shkrimtarëve të ndryshëm, por unë jam dalur këtu, tek një omazh që e ka bërë Victor Hugo për këtë vend. E unë dua t'ja u lexoj në gjuhën shqipe, sepse është me të vërtet çka e përshkruan këtë vend të mrekullueshëm. Gjithçka këtu rrezaton, gjithçka lulëzon, gjithçka këndon. Dielli, gruaja dhe dashuria janë në shtëpinë e tyre këtu. Shkëlqimin e tyre e kam ende në sytë e mi dhe në shpirtin tim. Victor Hugo. E kjo është një pjesë e mrekullueshme e këtij qyteti fantastik, kështu që ju ftoj që të ndisni edhe pamje të tjera. Shikues të dashur, kjo ishte tëra çfarë kemi përgatitur për ju sot në këtë epizod të emisionit Peshku i Art. Shpresoj që jeni ndarë të kënaqur dhe ne javën e ardhshme përsëri do kemi një vend tjetër të jugut të Francës. Qëndroni me ne edhe atëherë për të parë të gjitha bukuritë e Rivierës franceze. E unë dua të falenderoj shumë Podravka, Tep dhe Peugeot për mundësimin e realizimit të këtij emisioni të mrekullueshëm. Shihemi përsëri javën e ardhshme. Mirupafshim.
Ky emision mundësohet nga Podravka, Te Bank dhe Mercom Company.